Mimbrëma, takohemi së bashku në emisionin Konak këtu në televizionin Sot 7. Sonte në Konak jemi me Enjela Karafilin, drejtore e taksave dhe tarifa vendore në Bashkinë e Pogradecit. Karafili, faleminderit që jemi së bashku në Konak. Mimbrëma, përshëndetje, kënaqësia ime. Vazhdon sezoni turistik apo ka përfunduar? Vazhdon akoma, bile mund të them që ka plot turistë të huaj që vazhdojnë shijojnë Pogradecin. Pra ka rezervime të shumta akoma në hotelet? Po, sidomos fundjavat vazhdojnë të jenë të gjitha të rezervuara. Vetëm në qytetin e Pogradecit apo në fshatrat turistik të kësaj bashkie? Edhe në Tushemisht, edhe në Lin, rezervimet janë të plota, sidomos fundjava. A mund themi se në këto 2 vitet e fundit, nisur nga statistikat që paraqesin edhe Bashkitë e Juglindis së vendit, por pra ka patur më shumë turistë huaj se sa turistë vendas. Pra aq sa 85% sipas raportimeve që bëhen për institucionet lokale i kanë qenë turistë të huaj në këto 2 vitet e fundit. Ju mendoni se ka pasur vitet e tjera, po kaq shumë? Unë kam gati 11 vjetë që punoj në këtë drejtori, jo si drejtoresh, por edhe si specialiste nga fillimi, dhe e shikoj me rritje për 5 vitet e fundit, mund të flasje ka një rritje shumë, vit pas viti, ka shumë turist, por më tepër të huaj, që e preferojnë vit për vit Pogradecin dhe mund të them që ka edhe persona që rikthehen përsëri. Kjo ka ardhur sepse operatorët turistik kanë lidhur kontrata me agjensi të ndryshme turistike, vendase dhe të huaja, apo? Edhe kjo është e rëndësishme, ka shumë hotele të cilat punojnë me kontrata të lidhura, sidomos hotelet kryesore, atë bile punohet edhe me turistët që vinë nga Kosova në këtë periudhë. E çuditshme që këtë periudhë e preferojnë shumë kosovarët. Pra, po thoni në muajin shtator? Në muajin shtator dhe tetori. Dhe tetori është preferohet shumë nga kosovarët. Kjo vjen sepse ndofta edhe vetë operatorët turistik të Pogradecit kanë dashur në këtë periudhë për të patur turistë të tjerë, e jo atë pjesë masive, po themi, që vjen në muajin gusht, korrik gusht në qytetin e Pogradecit? Mendoj që dhe përvoja e menaxherëve që kanë hotele tashmë kanë krijuar ato mundësitë e tyre, kanë ofruar shërbimet e tyre, kanë ofruar destinacione të reja, të cilat vazhdojnë edhe në pjesën e shtator, tetorit, mund të them edhe në nëntor. A janë zgjatur ditë qëndrimet në hotelet e Pogradecit? Po, mund të them, sidomos 3 vitet e fundit, gjatë gjithë vitit, vazhdon sezoni me fundjavat, gjithmonë, pasi gjatë vitit, gjatë dimrit nuk mund të pretendojmë që ka edhe gjatë javës, por fundjavat kanë qenë gjithmonë të mbushura në të gjitha hotelet kryesore. Enjela, ju keni deklaruar edhe për mediat qendrore, por ato lokale, se këtë vit Bashkia ka lënë një hapësirë të konsiderueshme për plazhet publike dhe ndoshta e ka reduktuar atë të themi të plazheve, pra të hapësirave me anë private. E kjo erdhi sepse? Atëherë unë doja të ndaleshim pak te kjo pjesë, pasi Pogradeci, edhe pse ligjet e mëparshme kanë pasur raportet 20 me 80 dhe më vonë 30 me 70 për privatin, duke preferuar më tepër privatin që të ketë stacionet e plazhit, Pogradeci edhe në atë kohë është përpjekur që të lërë hapësirë shumë të madhe dhe publikut. Besoj jemi në dieni për plazhet kryesore, që ne i kemi pasur publike para se të dilte vendimi 649, datë 16/10/2024, që janë kriteret për miratimin e rregullores për kushtet dhe kriteret që duhet të ketë një stacion plazhi. Por ky vit, duke eliminuar gjithë bar restorantet, të cilat nuk ishin njësi akomodimi, pati një reduktim shumë të madh të zonave ku do të ushtronin veprimtarinë si stacion plazhi private. Mund të them që këtu rreth 25 deri në 30% ka qenë privat plazhi në tërësi dhe pjesa tjetër ka qenë publike. Ne vazhdojmë përsëri me një menaxhim shumë të mirë të plazhit, kur ne vendosim vetë si bashki
rrethimet me bova, edhe tek pjesa private, edhe tek pjesa publike. Kemi pasur këtë vit kemi pasur në plazhet kryesore dhe Vrojtusit, të cilët janë kujdesur dhe kemi patur shumë të përgjegjshëm. Jo si herët e para që kemi patur gjithmonë problemin me Vrojtusit, sa vinë edhe gjërat, njerëzit ndërgjegjësohen dhe rëndësia e Vrojtusëve në plazhe tashmë është bërë e pashmangshme. Veç asaj janë vendosur flamurët që njoftonin personat nëse është rrezik hyrja në liçen apo jo. Dhe këtë vit ne kemi pasur shumë më tepër plazh publik. Pra kjo edhe një pyetje, kjo erdhi sepse ishte dashamirësia e bashkisë për të shtuar hapësirën për plazhin publik apo dashamirësia ka qenë e bashkisë, por duke qenë se shumë bar restorante kishin të drejtën për të kërkuar plazhet, stacione plazhe dhe ju jepej e drejta deri në vitin 2024, kishte më tepër plazhe private, kurse tani këtë vit kemi një raport shumë më të madh plazh publik. Pasi si vjet, po ju jap vetëm një shifër, vitin e kaluar ne kemi patur 58 leja për stacione plazhi, këtë vit ne kemi 26 stacione plazhi që operuan. Pra, për të patur një leje të tillë, po themi hapësirë private, duhet të kishe çfarë? Të jesh njësi akomoduese e certifikuar nga ministria. Pra, për ta thënë hotelet. Pra, vetëm hotelet. Vetëm hotelet. Vetëm hotelet dhe hotelet të certifikuara, të cilat duhet të kanë është kategorizimi i tyre që bëhet nëpërmjet sistemit i Albania në Ministrinë e Kulturës. Tani, hotelet, po themi në plazhin tradicional të Pogradecit, pra, për ta thënë, nga turizmi dhe deri që shkon deri tek vilat, po flas si pogradecare. Këtu, hotelet janë më të reduktuara, besoj. Çka do thotë që hapësirat e plazheve publike janë më të mëdha. Për këtë arsye? Për këtë arsye, ne flasim për një plazh publik më tepër, më me shumë hapësirë. Por problemi na qëndron gjithmonë tek ajo që ne hasëm vështirësi këtë vit, ishte zona e udhënishtit. Për shkak se njësia administrative e udhënisht, në të gjithë këtë pjesë operojnë rreth 3 hotele. Për shkak se ato të vijës ligjënore janë prishur prej vitit 2014-2011, mos gaboj. Çka e tillë? Dhe i gjithë kjo zonë dilte me stacione plazhi, dilnin kampingjet, që ju jepej mundësia deri në vitin 2024. Për vitin 2025 kampingjeve nuk ju dha mundësia për të dalë. Dhe ato që operuan këtë vit ishin me kontrata 5 vjeçare. Pra, i kapi dhe vitit 2025. I kapi dhe vitit 2025. Kjo do thotë se? Dhe do jetë vështirësi nëse nuk do të kemi një ndryshim në vendimin 649, të paktën për zonën e udhënishtit, do të kemi probleme pasi aty nuk do të mund të operojnë si stacione plazhi. Po mirë, nuk do ketë leje qoftë të përkohshme për operator turistik të interesuar për të ushtruar në këtë periudhë turistike, pra në këto 2-3 muaj që pikërisht me vendimin 649 nuk i lejon kampingjet që të mund të marrin lejen për stacione plazhe. Dhe këto do kemi problem. Ne kemi kontaktuar me ministrinë, ja u kemi vënë në dieni që vitin e kaluar, por presim tani, kemi përgatitur dhe shkresë si bashki, ku do i drejtohemi për të patur një lehtësim për zonën, vetëm për zonën e udhënishtit, që të lejojmë kampingjet të ushtrojnë. Se nga një anë flasim për një rritje të turistëve të huaj, por edhe vendas. Nga ana tjetër kemi të reduktuara këto hapësira, qofshin edhe publike, por edhe për operator turistik që kërkojnë një leje provizore vetëm në këtë sezon. Nuk e pasëm vështirësinë tek zona e Pogradecit, edhe për shkak sepse vija liçënore është konsiderueshme, po. Ka hotele të cilët ishin mjaftueshëm për këtë vit. Bile unë jam e kënaqur që gjithë plazhi publik ishte plot. Ju japim një mundësi njerëzve, duke vendosur çadrat Bashkia Falas, që ata e shijojnë plazhin pa patur nevojën e shezllonit. Dhe gjithë plazhet publike në qytet
kanë qenë full. Sepse këtë desha të pyes, nëse në zonat e tjera bregdetare apo liçënore zakonisht plazhet publike spostohen dhe largohen diku po themi në periferi, në Pogadec nuk ka ndodhur kështu po thoni? Po. Ne gjithmonë, jo vetëm tani që ka dalë VKM-ja e vitit 2024 për vitin 2025, por edhe më parë në plazhin kryesor, që është plazhi përballë Degës, që ka qenë dhe plazhi i vjetër i preferuar i pogadecarëve, ka qenë publik. Po ashtu ka patur parcela edhe në krahun tjetër pas urës, ka patur parcela publike në vendet që t'ju jepni mundësi dhe të them të drejtën, në fillim isha pak skeptike, mendoja që nuk do të preferonin njerëzit të ishin në plazhet publike, por doli e kundërta. Ata e preferonin dhe kujdeseshin dhe për çadrat. Rikthimi i plazhit të Huçkave, mirë thash si pogadecar kështu, ka rezultuar i suksesshëm në këto 2 vite të fundit? Bile mund të them, unë kam qenë një ndër ata që kam preferuar shumë atë plazh. Për shkak të qetësisë? Për shkak të qetësisë dhe këto vitet e fundit që ai është sistemuar shumë dhe ka aq shumë njerëz, nuk e gjej më atë qetësinë e mëparshme. Por vërtet është shumë i bukur, është plazh shumë i bukur. Bile mund të të kujtoj edhe jugun me gurët dhe me ujin e pastë. Në fakt, ai plazh ka qenë tradicional për pogadecarët apo ambisat zonjët pogadecare? Po, më parë kemi larë rrugicat edhe filimat. Si ka qenë dikur ky plazh? Kështu ditë dieleve, sepse një ditë kishim pushim në javë? Një ditë pushim. Ne kemi që në atë kohë unë kam qenë në shkollë dhe kemi pasur pushimet verore, por na linin detyrë nënat tona për të larë rrugicat dhe aty mblidheshim 3-4 shoqe, merrnim rrugicat dhe qilimat me vete, edhe i lanim, bënim dhe plazh, edhe kënaqeshim. Tani është kthyer krejt ndryshe nga atë, pra është një plazh domethënë publik. Bile mendoj që është shumë i bukur, jo vetëm plazhi i Huçkave, po dhe fortesat, të cilat ne i kemi në plan për t'i sistemuar vetë bashkia për plazhe publike në vitet në vazhdim. Po aty ka një hotel i cili operon. Hoteli operon, po fortesa vazhdon edhe më poshtë. Është edhe një subjekt që ka dalë aty privat, që ka disa shezllona, por ajo pjesë, nëse sistemohet, do të jetë një plazh shumë i bukur. Enjela, pra duke shtuar hapësirën e plazheve publike, duke reduktuar plazhet private, të ardhurat kanë qenë më të pakta për bashkinë? Normal. Për pjesën e plazheve, ne vetëm për stacionet e plazheve, vitin e kaluar ne kemi mbledhur rreth 7 milion të reja, gjë që u reduktua në 3.5, mos gaboj, në këtë vit të reja. Vetëm për plazhet, se ne marrim hapësirat publike kanë edhe vendosjet e tavolinave, dalja e pedanave në Lulisht, mbledhim mirë të ardhura, por tek kjo pikë ne këtë vit i ulëm pak të ardhura. I ulët për shkak të krijimit të hapësirave më të mëdha për plazhet publike. Por e rëndësishme është që të gjithë e shijuan, në plazhi publik nuk mbeti bosh ose nuk mbeti pa frekuentuar, ai u frekuentua masivisht. Njëra, ajo çfarë të bën përshtypje në veçanti ndoshta në muajin ngushtë, kur edhe numri turistëve vendas në veçanti, por edhe të huaj, që ato janë tek pjesa e hoteleve masive më së shumti, ajo që bën përshtypje është fakti që duket vendet e parkimit të mjeteve janë të vogla në krahasim me turistët që vinë. A ka një zgjidhje, a ka një plan bashkia dhe çfarë do bëhet? Është krijuar një shah brenda bashkisë, e cila do të merret vetëm me parkimin dhe me administrimin e pallateve, e cila do të krijojë mundësira për të krijuar sa më shumë parkingje publike për të mundur që qyteti të lirohet nga gjithë pjesa. Do të shohim edhe pasi së shpejti do filloj edhe projekti për Lungo Liçenin. Po? Të shohim domethënë edhe projektin, se patjetër që duhet të ketë në plan të fare edhe pjesën e parkimit. Jo, kjo nëse ka një projekt do të jetë larg vijës liçenore apo sepse ndofta ne shqiptarët jemi mësuar me atë kërkesën që të shkojmë me makinë deri aty ku unë bëj plazhin. Besoj po. Bregu i Liçenit do të marrë frym.
Pra, domethënë janë menduar vend parkime të reja. Besoj projekti shumë me detaje nuk e di, por e di që ky projekt do zgjidhë shumë problematika. Në pjesën e qytetit të Përgatecit, gjithë bregu breg liçeni. A ka hapësira mes pallateve që mund të shfrytëzohen kështu? Po shikohen të gjitha pjesët publike që janë të lira brenda qytetit që të mund të sistemohen për të bërë kampingje ku të ndrejt një pagese, të cilat të përfitojë bashkia për hapësirat publike, por ajo që kam vënë re këto 2 vitet e fundit janë edhe vetë privatët që po përpiqen tek hapësirat që kanë pronë të tyre për të krijuar mundësi për të ushtruar veprimtarinë si parkingje. A janë menduar nëse e keni këtë informacion, pra si drejtore e taksave dhe tarifave vendore, për të patur parkime nën toksore, e nëse po ku është menduar nëse ka një projekt? Unë nuk e di, pasi kjo duhet jetë një person që është tek urbanistika, por mendoj që dhënia e lejave për pallate do të fokusohen që të ndërtohet në fillim parkimin nën toksor, e më pas të ngrihet. Mendoj që kështu e kam dëgjuar, por jo se kam informacion të saktë. Enila, janë rritur ose me saktë, është rritur numri i bizneseve që operojnë në bashkinë e Përgatecit? Numri i bizneseve në bashki gjithmonë vazhdon në rritje. Në analizat që bëjnë në fund të vitit, bile tani bëhemi gati për përgatitjen e planit për vitin 2026, na rezulton gjithmonë që në hapjet, mbylljet e bizneseve, ne kemi një rritje që shkon deri në gush, shkon edhe rreth 60 subjekte që hapen, por ato janë edhe këto sezonalet që në fund të shtatorit fillojnë edhe ngushtojnë, por në fund të vitit ne shkojmë me plus biznese. Asnjëherë nuk kemi dalë që të ulen numri bizneseve. Ne shkojmë tek 1953 kanë qenë në fund të vitit 2024, shkojmë rreth afrohemi te 2000 subjekte që operojnë në të gjithë bashkinë. Pjesa më e madhe e cilëve janë në qytetin e Përgatecit dhe fshatrat turistik, besoj, aty ku edhe fluksi është më i madh. Baza është bashkia, qyteti dhe njësia administrative Buçimas, që ka numër më të lartë të bizneseve, pasi Udënishti ka një pak biznese operojnë në zonën poshtë, pasi janë më tepër toka bujqësore. Edhe ndaj dhe operohet me kampingje, dhe ndaj do doja shumë që të na jepej mundësia me ndryshimin e VKM-s 649 për vitin 2026, ju jepej mundësia atyre zonave që të punojnë, të operojnë si stacione plazhe me kampingje. E ke fjalën për janë fshatin Udënisht më së shumti që shtrihet pothuajse deri në linjë, pra nga Udënishti deri në linjë. Nuk ka absolutisht asnjë ndërtim, vetëm hotelet, 2 hotele që janë sipër rrugës. Pra ju po thoni që mund të shfrytëzohet ajo pjesë liçenore me stacione provizore vetëm gjatë periudhës së sezonit të mënë turistik. Unë kam parë që ka një lloj tendence të paktën me 2 apo 3 stacione, pa thënë më shumë. Po, ndaj, aty janë rreth 7-8 stacione kampingje që operojnë rregullisht, që edhe këtë vit përfituan pasi kishin kontratën 5 vjeçare për stacione plazhe. Këto stacione ofrojnë shërbime për të interesuarit për të... Ata kanë ofrojnë edhe ushqimin, edhe akomodimin e kampingjeve, bile kampingu në linë Erlin që është shumë i bukur, edhe ai tashmë është i kategorizuar, dhe si ai janë edhe disa të tjerë që kanë marrë të kategorizimin, dhe shpresojmë që vitin tjetër të operojnë pa probleme si stacione plazhe. Pra ne po flasim gjithmonë për stacione provizore, edhe ndërtimi është provizor. Në momentin kur mbaron sezoni, ata duhet që të kthejnë në të gjithë vendin si më parë. Atëherë, në qoftë se ne do të kemi këto stacione, këto leje, pra që do jepen nga ana juaj apo e Ministrisë së Linjës, a mendoni se mund të shfryhet pak ky fluks i madh që është brenda qytetit, qoftë edhe për të gjetur një vend parkim, pa thënë edhe një vend ku të kaloj në një drek apo dark turisti vendas apo i huaj qoftë ky? Ajo do të jepte
frym gjithë zonës së Udënishtit dhe veç asaj është një zonë që mua më pëlqen shumë, ofron shumë, është vija breg liqenore e asaj zone është shumë e virgjër dhe do doja shumë që të shkelej edhe nga njerëzit, është e mrekullueshme. Pra ju po thoni se pari vetë të interesuar të bën kërkesa pranë drejtorisë suaj dhe ju jeni garant që pranë ministrisë mund të arrini të siguroni dhe lejet e Duhet të duhura. ndryshoj vendim, të japi mundësitë kampingjeve që të dalin si stacione plazhi, të paktën për atë zonë. Sepse zona liqenore me atë bregdetare kam përshtypjen, ndoshta ndajmë të njëjtin mendim, pra ka një ndryshim të madh besoj dhe Gjithmonë e kam kërkuar edhe në takimet që kemi bërë, në projekt vendimet që janë bërë gati për stacionet e plazhit, unë e kam ngritur zërin pasi qyteti Pogradecit, liçeni ka një natyrë komplet ndryshe nga Bregdeti dhe nuk mund të trajtohet një lloj sikurse trajtohet edhe Bregdeti. në fakt në këto stacione a mund të kemi dhe pse jo edhe në zonën periferike të qytetit të Pogradecit të kemi beachbare. Pse jo? Beachbaret kanë operuar edhe këtë vit për shkak se I kishin lejen. po kanë pasur lejet e tyre, por të shohim se çfarë do të na ofroj VKM-ja e re që do dalë. Jo, adim se pyes kështu zonja Karafili, sepse kam përshtypjen se i mungon diçka në jetën e natës Pogradecit. Pra, në vitet e fundit ka një turizëm, pra ka një tendencë edhe për të rinj për të ardhur në qytetin e Pogradecit. Por ne, në qoftë se jemi të reduktuar, të shtërmuar në dhënien e lejeve të këtyre, po themi, beachbareve që mund të kthehen, pra edhe për të rinj që mund të kthehen në klube natët, po themi, ku muzika live mund të jetë e pranishme, a nuk thithim edhe një me kategori të rinj në këtë turizëm? Shpresoj që vendimet e reja, VKM-t e reja që do dalin, qoftë edhe për ndërtimet, qoftë edhe për stacionet e plazhit, patjetër që do ta kenë këtë frym dhe besoj se do t'ju japin mundësi. Nuk besoj se do t'u. Sepse këte, pra, ne shikojmë, ikëm. Mundësia, ajo që do të kërkoja më tepër ishte një mundësi për pjesën, pasi gjetja mënyra për të vendosur strukturat patjetër do bazohet në ligj. Për vendosin e këtyre Sigurisht. Dhe presim që të dalë rregulloria e re për hapësirat publike dhe të shohim se çfarë mundësish do të kemi. Por ajo që do ishte më e lejimi muzikës më pas ora 12 do ishte diçka për zonat ku nuk shqetësohen. Unë për këtë po flas. Këtë duhet ta rregulloj gjithmonë. Jo, ju mund të bëni kërkesë. Pra, unë nuk po them ligjet pra vendimet e Këshillit të Ministrave. Unë po them ministritë e linjave mund të kenë pra më shumë dashamirësi kur them në zona të pabanuara, Pogradeci ka, aty ku ofrohet dhe jeta e natës dhe mund të shkojë edhe pas orës 12, për shembull pjesa e Udënishtit, pjesa poshtë, nuk e ka të pranishme. Nga një ranë edhe ju siguroni të ardhur më shumë, por ka një tendencë për ta bërë më të ri turizmin e Pogradecit, sepse flitet që vihet për klimën, për bukurinë, vihet edhe për kulinarin, por nuk ka jetën e natës. Kjo ndodhet edhe në Korçë. Klima e ofron, klima vërtet është një klim që e preferojnë që të gjitha moshat. Po, se preshtoj, por. Nuk mund të themi që është vetëm dhe vitet e fundit kemi parë edhe ndryshime. Lokalet, ato beachbare që kanë qenë të hapura, kanë pasur fluks të papar. Të rinj. Se unë po flas për këtë kategori të turistësh. Por shpresojmë shumë që VKM-t e reja që do dalin ta kenë në fokus këtë pjesë edhe për që ne të mundohemi të jemi korrekt edhe me VKM-n edhe me atë çfarë presim. Absolutisht. A ka pasur të pakënaqur nga kjo pjesa e përqindjes më të madhe të turizmit privat dhe më reduktuar tek patjetër, pasi shumë nga subjektet kishin bërë edhe investimet e tyre kishin blerë shezllonat pa e ditur që do ketë ndryshim të ligjit, por tashmë janë më të përgatitur dhe e dinë që në një moment mundet edhe të mos lejohen fare për të dalë. Pra ju po thoni se në vitin 2026 mund të kemi kështu, këtë shtrëngim? Nuk e di. Jo, do të thënë nëse nuk do ketë ndryshim, ne do operojmë kështu, siç kemi operuar në 2025. Nëse ne do jemi më të përgjegjshëm në dalje, në zbatimin e rregullave të hapësirës që ti paguan,
Besoj se nuk do të ketë shtrëngime të mëtejshme. Nuk do ketë, do jemi kemi zgjidhur, në përgjithësi kemi zgjidhur mirë këtë situatë, nuk kemi patur probleme në hapësirat publike, pasi parcelat që kemi vendosur për t'i dhënë privatit kanë qenë blok të tëra, nuk kanë qenë të veçuara dhe të gjithë bizneset janë vendosur njëri pas tjetrit dhe nuk mund të cënonte dot njëri në hapësirën e tjetrit. Edhe sepse këto pra njësi akomoduese ishin pothuajse në të njëjtën vi ligjore. Ka pasur edhe subjekte që hoteli është në qytet dhe ka dalë në një parcel duke vendosur aty një beach bar. Pse më fal, lejohet ta kesh hotelin edhe në qytet? Në 2-3 kilometra larg, po mundet VKM-ja aktuale i jep të mundësinë që ti mund ta kesh në qytet, pasi veçoria e qytetit nuk është se të gjithë hotelet janë në pjesën ku ti bën plazh. Ka hotele të cilat i dërgonin fushusit e tyre tek parcela që kishin vetë e menaxhonin vetë. Nëse shkoj në Tushemisht, kam përshtypjen që njësitë akomoduese janë shtuar, ndërkohë, ajo vi ligjore është e mjaftueshme për të përballuar këtë fluks në rritje të turistëve me këto njësi akomoduese? Pjesa e Tushemishtit, e gjithë parcela që ndodhet në krahun e Hotel Millennium, Njashit, që është poshtë, që është në krahun e djathtë të saj, e gjitha është parcel private që ja u japim hoteleve, pasi aty janë disa hotele njëri pas tjetrit, dhe ata operojnë aty. I gjithë krahu tjetër operon vetëm hotel Poradeci 2, dhe pjesa tjetër është publike, dhe Vujtina Dante, që ka gjithë pjesa tjetër është publike. Jo, pra, do të thënë, ka vend. Gjitha këto njësi akomoduese që ka Tushemishti, e kanë hapësirën, të gjitha e kanë hapësirën e duhur për të operuar aty. Sa vende akomodimit ka Bashkia e Pogadesit dhe ku ndodhen vendet akomoduese me të shumtë? Rreth 44 hotele dhe janë dhe 17 Vujtina që i kemi të regjistruara. Veç asaj janë 2000 apartamente, të cilat janë të blera nga persona që nuk janë banor, jo rezident. 2000 sa? 2000 apartamente. Që janë blerë nga persona jo rezident në qytetin e Pogradecit. Të cilat shfrytëzohen nga ata blerësit e tyre për gjatë gjithë sezonit. Jo, unë po flas për sa shtretër atëherë, sa shtretër ka Bashkia, pra hotele, bujtina, të cilat janë të licencuara që funksionojnë pra për turistët vendas dhe të huaj. Po, janë ju thash janë rreth 2000 shtretër që janë, po flasim gjithmonë për të regjistruarit, pasi mos flasim pastaj për pjesën tjetër që çdo familje pogradecare ka dhe shtëpi pritse. Ka dhe shtëpinë pritse. Pra janë rreth 2000. Shpresojmë në vitet e ardhshme të kemi edhe regjistrimin e tyre, duke ju mundësuar një tarifë fare të vogël për të paguar, thjesht që ne të kemi një numër sa më të saktë të turistëve që ne na vinë, se ne flasim me shifra, por flasim vetëm me shifrat që kemi të regjistruar. Qartë. A ka ndonjë tendencë në zonat malore për të rritur, pra për të rritur njësitë akomoduese? Janë disa bujtina që janë hapur në zonën e Mokrës, dhe 2-3 në zonën këtej Dardas edhe Çorav, disa të vogla, por jo se kanë marrë ndonjë vrull, nuk e shikoj sikurse e ka veriu në pjesët e thella, në zone malore. Në qoftë se shkojmë të fshatrat të vend turistik, Tushemishti ka më tepër njësi akomoduese, pra ka shtretër më shumë. Çdo banesë që është në Tushemisht është një bujtinë e vogël, qoftë me një ose me 2 dhoma. Edhe një për të mbyllur të pjesë të parë të emisionit Konak në televizionin Sot 7. Turizmi këtë vitit Pogadec ka qenë? Pozitiv. Mund të them pak më lartë se viti i kaluar. Po pak, jo shumë. Pak më lartë. Njëra, këtu kemi përfunduar vetëm pjesën e parë të emisionit Konak. Pra,
Jemi sonde në konak me Enjela Karafilin, drejtore e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Pogradecit. Një hapësirë reklame dhe rikthehemi përsëri në konak me të ftuarën tonë. Shkencëtarët e njohur, Zoti Petersen dhe Delaroche, kanë zbuluar se çka I bashkon shqiptarët. Është vetëm Vatani që I bën bashk të gjithë. Vatani I bën bashk edhe Edin me Albinin. Bashkon dhe Vjosën me Igrën, Tiranën dhe Prishtinën. Bashkon edhe Mitrovicën, Armandon me Agimin, Kuqesinjt me Dardanët. Bira Vatan na bashkon. Kleenex I ri Spray Power Foam pas bardhues, me shkumën super të fuqishme që heq lehtësisht kalkaren, ndërkohë që spërkat në pozicionin nga lart poshtë për dezinfektimin e vendeve edhe më të vështira për t'u arritur. Kleenex. Brendi më cilësor e më I madh I lodrave për fëmijë në botë vjen edhe në Kosovë, te Prishtina Mall. Ajo e përballonte çdo stuhi me buzëqeshje, me energjinë më pozitive. Pra nëse je nga Afrika, si je bardh? Më interesante? Hej, unë di të fuz ju dorë në gojë, don ta shohësh? Gjoksi im më tregon çdo herë që vjen stuhia. Sepse disa stuhi me zi I pret. Hej, përshëndetje. Aktualisht janë 20 gradë dhe ka 30% mundësi që ka filluar një stuhi. Ndi stuhin Storm Energy Drink. Qendro Superior, gjithçka fillon nga koka. Për të mbajtur një kokë të pastër, unë zgjedh Ultrax Man. Super karikuar me faktor fuqie, eliminon zbokthin për një besim 100% pas bokth. Bëu superior, zgjidh Ultrax. Jemi rikthyer në emisionin Konak këtu në televizionin Sot7 sonte në Konak. Jemi me Enjela Karafilin, drejtore e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Pogradecit. Në pjesën e parë të emisionit kemi folur më së shumti për sezonin turistik, për hapësirat publike dhe ato private, por në vazhdim të emisionit do të ndalemi edhe tek problemet e tjera të zyres taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Pogradecit. Enjela, taksat e këtij viti 2025 kanë qenë më të ulta, më të larta, apo? Kemi prej 2 vitesh që ne nuk kemi asnjë ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak, operojmë me të njëjtat taksa dhe tarifa. Mund të them që ka një ndërgjegjësim shumë të madh, të paktën tek bizneset, pasi pjesa e familjeve është e sistemuar tek faturat e ujit dhe për fatin që shtrirja... Pra këtu kemi edhe taksat edhe tarifat. Po, tek fatura e ujit, familjet paguajnë edhe taksën e pasurisë dhe taksën dhe tarifat vendore pas edhe taksën e pasurisë që do thotë është futur? Ka pas qenë taksa e pasurisë, me projekt vendimin e ri, me sa kam lecuar, do të ketë një ndryshim për vitin 2026. Do rritet si përqindje, apo? Me ato që kam parun, ndahet Pogradeci do ndahet në 2 zona, sipas projekt vendimit. Atë po Kjo flasim. është një fazë tjetër që mund të flasim në momentin që ajo do të vendoset, do dalë si ligj. Do ndahet në 2 zona, është zona 1 që është nga hyrja e qytetit, rruga Kajo Karafili edhe Tushemisht, e spresim tek rruga që shkon për Tushemisht,
E gjithë kjo pjesë dhe Tushemishti kalon në zonën numër 1 dhe zona 2 është gjithë pjesa tjetër. Çmimi i referencës për taksën e pasurisë aktualisht që ne flasim është 499.000. Me projekt vendimin që unë kam lecuar, është zona 2, vazhdon të jetë po në këto, është 500.000 që ka një rritje fare të vogël dhe pjesa zona 1 do të ketë 600.000 çmimi referues. Po thasim me të vjetra? Po, patjetër. E qartë, pra. Nuk ka të bëj sipërfaqja apo? Ka patjetër, kjo është për metër katror. Çmimi, pastaj janë koeficientët që vendosen. Do jetë më mirë kur ky të dalë një ligj, jo të jetë projekt vendim, pasi çfarëdo që do themi mundet t'i ngatërojmë pak njerëzit, ne përsëri takohemi që t'i japim detaje se si do të procedohet kjo pjesë. Enila, qyteti Pogadecit duke qenë një qytet turistik, jo thjesht në atë sezon, por ka një shtrije më të madhe. A ka bizneset të hapura më shumë, apo e kundërta? Gjithmonë ka vite që qëndrojmë, këto vitet e fundit ka pas qenë 1.700 para 3 vitesh, shkoi 1.800, ka arritur 1.953 që ju thash pak më parë. Gjithmonë shihet një rritje, por kemi një rritje shumë të madhe në muajin maj, në fund prillit maj, kur fillon e ngrohet koha, janë të gjithë subjektet që operojnë gjatë sezonit, që hapin niptet dhe kemi po përsëri mbylljet të tyre në fund të shtatorit. Pra ju po thoni se mbylljet që ndodhin gjatë një vitit janë të këtyre biznese? Hapja dhe mbyllja kryesore ndodh në këtë pjesë. Normal që ka edhe biznese që dikush nuk i ecën biznesi që mund ta mbylli, ose mund të largohet, vjen dikush tjetër, domethënë gjithë bumi i lëvizjes është prilli edhe fundi i shtatorit, me hapjet e mbylljet e tyre. Po nga bizneset e qëndrueshme, nëse i quajmë kështu, a ka më shumë hapje, apo? Jo, mund të them, domethënë që shkojmë në fund të vitit, bazuar në hapjet e mbylljet, kemi plus 6, 7, 8 bizneset të reja që mbeten dhe hynë në planin për vitin 2020. Për ta mbyllte, nëse me lejoni, të ardhurët e veta, Bashkia e Pogadecit sa ka për... Si plan, ne kemi rreth 650 milion të reja, si plan. Deri tani jemi tek afërsisht 400.000 që kemi mbledhur deri në këtë moment që flasim. Krahasuar me vitin e kaluar, ne kemi një rritje që nuk është një rritje shumë e madhe, pasi flasim me të njëjtën tarifa, me të njëjtat taksa dhe kemi të njëjtat biznese. Kur shkojmë tek debitorët qëndrojnë gjithmonë pothuajse të njëjtët biznese, ata që mbeten gjithmonë duke paguar, duke mos paguar, janë pothuajse të njëjtët, po shumica janë tërgjegjësuar. Tani kjo pjesat që më thuat, cilet nga këto biznese janë më debitore, më... Ka nga llojet nga më të ndryshmet, por sipas ligjit në momentin e fundit ne shpërndajmë njoftimet përfundimtare kur kanë kaluar afatet, ku i njoftojnë që ju jeni debitor dhe më pas ndjekim procedurat, bëjmë bllokimet bankare, bllokimet e pasurive të luajshme dhe të paluajshme sipas ligjit. Atëherë për ta po. Ti shtrëngojmë për të kryer pagesa. Për të ardhur tek pjesa, nëse themi, politikat lehtësuese për bizneset e reja, apo çfarë politikash ka Bashkia e Pogadecit? E para njerë kemi menduar që të lehtësojmë të rinjt, ata që janë deri në 25 vjeç, që nisin një biznes. Ne në vitin e parë të punës së tyre ju ulim 25% të tarifave. Dhe aq më tepër nëse do jetë edhe femër, ka edhe 25% të tjera që shkon në 50% të uljes së tarifave në vitin e parë që ajo do ushtrojë aktivitetin. OJF-t janë përsëri të përjashtuara nga tarifat, mbilen edhe personat që shesin punimet e tyre me dorë, që i punojnë me dorë dhe kudo ku ata shesin nuk paguajnë tarifa. Ju kemi dhënë mundësi
të gjithë artizanëve të munden që Këtu nuk ka rëndësi mosha, vetëm thjesht. Këtu të gjithë artizanët nuk paguajnë tarifa. Ata që kanë gratë që qëndismat e tyre, punët e tyre me dorë, artizanët, gjithçka, punimet që ata i kryejnë vetë, nuk paguajnë tarifë. I keni vendosur në vendet të caktuara, i keni krijuar, bashkia i ka krijuar dhe kushte, po themi që ata të ndjehen më të lehtësuar në biznesin e tyre privat, apo? Po, kemi krijuar një vend ku kemi vendosur ato kioskat prej druri, të cilat operojnë prej kohësh, dhe aty vetëm këta që kanë punimet e tyre, ose zonjat që kanë shesin zairet e tyre, petkat ose reçelrat, janë në të njëjtën vend dhe nuk paguajnë. Me këto politika lehtësuese, nëse i quajmë kështu, të rinjt, ose më saktë, a ka të rinj që kanë qenë të interesuar për të hapur një biznes? Të rinjt nuk është pak edukata jo e mirë e tyre që kur fillojnë një biznes nuk interesohen për këtë pjesë, po kur vinë aty tek zyra që sillen dokumentacionet dhe mësojnë që do paguajnë pak. Iniciativa e tyre është vetë tyrje, por e mësojnë lehtësimin kur ata fillojnë punë, kur sillen dokumentacionet në zyrë. Dhe ne ju themi që për këtë vit nuk do paguash kaq, por do kesh këtë lehtësi. Për gjatë vitit 2025-2026, ju mendoni se nuk do ketë asgjë për sa i përket paketes fiskale, ku janë këto tarifa, taksa, nuk do të ndryshojnë, do mbeten të njëjta, sepse kërkesa e një institucioni, që është bashkia, është për të patur sa më shumë të ardhura, për të patur edhe më shumë investime me të ardhurat e veta, nga ana juaj, sepse zakonisht ekzekutivi është ai që ushtron presion edhe ndaj zyres suaj. Atëherë, nuk mund të ta them tani pasi nuk e kemi bërë takimin kryesor me titullarin për të marrë këtë vendim, por propozimi nga ne do të jetë që tarifat të mos lëvizin përsëri, duke parë domethënë t'ju japim frym akoma bizneseve, mos krijojmë peshë në të ardhurat e tyre, pasi do të jetë edhe taksa e pasurisë që do japi impaktin e saj. Me këtë propozim do shkojmë ne tek kryetari, pastaj është vendimarrja. Të shikojmë se çfarë vendimi do ketë ai. Kryetari gjithmonë është pozitiv në këtë pjesë. Se vend dyshim. Daniela, unë të falenderoj që ishim së bashku në emisionin Konak. Faleminderit pafund që diskutuam, edhe mua më vjen mirë që ky sezon turistik ka qenë po aq i suksesshëm sa vitet e kaluara sa këto vitet e fundit. Më vjen mirë që keni sakrifikuar të ardhurat tuaja duke shtuar hapësirat publike për turistët vendas dhe të huaj. Sinqerisht falenderoj. Faleminderit ju. Këtu kemi përfunduar me drejtoren e taksave dhe tarifa vendore në bashkinë e Pogadecit, një hapësirë reklame, do rikthehemi përsëri në studio së bashku. Shkencëtarët e njohur, Zoti Petersen dhe Delaroche, kanë zbuluar se çka i bashkon shqiptarët. Është vetëm Vatani që i bën bashk të gjithë. Vatani i bën bashk edhe Edin me Albinin. Bashkon dhe Vjosën me Ibrën, Tiranën dhe Prishtinën. Bashkon edhe Mitrovicën, Armandon me Agimin, Kuqizint me Dardanët. Bira Vatan na bashkon. Kleenex i ri Spray Power Foam pas bardhues, me shkumën super të fuqishme që heq lehtësisht kalkaren, ndërkohë që spërkatë në pozicionin nga lart poshtë për dezinfektimin e vendeve edhe më të vështira për t'u arritur. Kleenex. Brendi më cilësor e më i madh i lodrave për fëmijë në botë vjen edhe në Kosovë, te Prishtina Mall.
Jemi rikthyer në studio, jeni duke ndjekur emisionin Konak. Në 2 pjesët e para të këtij emisionit ne ishim me drejtorën e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Pogradecit, Enjela Karafili, ndërkohë që ne jemi në fund të emisionit në pjesën e tretë dhe vim tek lajme sportive. Dhe për atë sepse ekipi i Pogradecit në volejboll për femra pas 2 fitoreve të arritura në këtë fillim të sezonit, kërkon edhe një të tretë, por këtë javë luan me ekipin e Korabit të Peshkopis, një skuadër e rikthyer në kategorinë e më të mirave të volejbollit shqiptar. Ka fituar në javën e parë në shtëpi me të Utën, ka fituar një ndeshje me shumë emocione në Korçë me ekipin e Skënderbeut me rezultatin 2-3, me set final që ka fituar me rezultatin 9-15, por duhet themi se 4 setet e kësaj ndeshje kanë qenë me një rivalitet nga pika e parë deri në piket e fundit, madje janë dashur piket e fundit, piket shtesë për të përcaktuar edhe ekipin fitues në këto 4 sete. Por skuadra e Pogradecit këtë vit ndofta krejt ndryshe dhe nga viti i kaluar, ka në përbërje lojtare shumë të njohura, shqiptare, por dhe të huaja, lojtare të cilat janë të gatshme për të dhënë maksimumin e tyre e për t'i dhënë Pogradecit titullin kampion. Sepse edhe nga vetë trajneri Besnik Risha, por edhe nga qendra multifunksionale, ka një interesim të jashtëzakonshëm që kanë sjell në ekip lojtare të njohura të volejbollit shqiptar dhe atij të huaj, sepse Pogradeci këtë vit kërkon titullin kampion e pse jo dhe Kupën e Shqipërisë, pa thënë edhe trofet e tjera që mund të jenë brenda kalendarit sportiv të parashikuar nga Federata Shqiptare e Volejbollit. Por ajo çfarë ka shumë interes për pogadecarët është titulli kampion, që do të ishte pjesa më historike e rrjetës për femrat në volejbollin shqiptar. Pra, ky ekip është ndërtuar kështu për të shkuar tek titulli kampion. I bindur se Pogradeci është skuadra që do të fitoj këtë sezon titullin kampion, pse jo, edhe Kupën e Shqipërisë. Këtë javë, siç thash, ditën e shtunë, skuadra e Pogradecit pret ekipin e Korabit të Peshkopis, një skuadër që nuk është në grupin e ekipeve të forta. Jam i bindur që kjo ndeshje do t'i shërbej fort trajnerit Besnik Risha për të parë përgjatë gjithë seteve edhe lojtarët e tjera që kanë pasur më pak mundësi për të luajtur në këto 2 javë, në veçanti në atë ndeshje shumë të vështirë, me emocione të forta, e luajtur në Korçë, në Pallatin e Sportit Tamara Nikola, ku është fituar nga ekipi i Pogradecit me rezultatin 2-3 me set final, pra siç thash, 9-15. Nga ana tjetër, ekipi i Skënderbeut, pas humbjes në javën e dytë me ekipin e Pogradecit, luan një tjetër ndeshje me Spec në transfer, atë me Tiranën, skuadër kampione në fuqi, por dhe fituese e Kupës së Shqipërisë. Skënderbeu i këtij sezonit nuk është skuadra e ndërtuar, të paktën deri tani në këto 2 ndeshje të luajtur, nuk ka treguar se është një skuadër që mund të jetë pretendente kryesore për titullin kampion apo Kupën e Shqipërisë, por sipas trajnerit Olsi Haxhillari është një skuadër që do të jetë rivalizuese me të gjitha skuadrat pretendente për të shkuar tek titulli kampion. Kjo mbetet për të parë, por ndeshja me Pogradecin ka treguar se ndofta edhe lojtarët e huaja të ardhura në ditët e fundit, nëse do kenë një gjendje tjetër fizike, këto skuadra sigurisht që do t'jenë ndryshe edhe në lojën e tyre. Por mbetet për të parë. Ajo çfarë dihet është se Pogradeci në veçanti, por dhe Tirana, Partizani edhe Dinamo janë 4 skuadrat pretendente për të fituar trofet e rënda të këtij sezoni. Skënderbeu, sipas trajnerit Olsi Haxhillari, do jetë kock e fortë për të gjitha ekipet. Olsi Haxhillari ka lënë për të kuptuar se edhe Skënderbeu do të jetë brenda këtyre ekipeve, duke rënë kështu, pra për të kuptuar se edhe Skënderbeu, pse jo, do të jetë një skuadër rivalizuese për trofet e rënda. Skënderbeu në volejboll për meshkuj luan në transfer këtë javë me ekipin e Tiranës, që do të jetë një tjetër ndeshje e vështirë për meshkujt e rrjetës të Skënderbeu. Për të ardhur tek futbolli, duhet të themi se ekipi i Pogradecit, pas ndeshjes së humbur një javë më parë në shtëpi me ekipin e Skënderbeut me rezultatin 0-1, luan në transfer një ndeshje tjetër të vështirë me ekipin e Kukësit,
Por, duhet themi se skuadra liçenore me gjithë këto lojtarë të ardhur është nga skuadrat kryesore për kalimin në kategorinë superiore të futbollit shqiptar. Unë besoni dhe ju. Unë them kështu edhe për një fakt tjetër, sepse skuadra duke u ribër pothuajse nga e para, kërkon kohën e vet për të shkuar atje ku pritet. Ndaj për këtë unë besoj, sepse skuadra ka në përbërje futbollist që din të luajnë mjaft mirë topa këmbë, por kërkojnë kohën e tyre edhe për atë sepse janë bashkuar një pjesë e mirë e tyre, kanë parasysh shtu lojtarët e huaj, por edhe lojtarë shqiptarë që kanë luajtur me ekipet e tjera janë bashkuar vonë me skuadrën, e ndaj dhe për këtë kërkojnë kohën e dur, kohë të cilët të gjithë duhet t'ja japim, sepse kampionati sapo ka filluar dhe Pogadeci mbetet për të gjithë skuadra pretendente kryesore për të kaluar në kategorinë e më të mirëve të futbollit shqiptar. Në këtë momente që ne jemi në emisionin Konak, është pra duke u luajtur ndeshja në Korçë, Skënderbeu Laçi. Këtu kemi përfunduar edhe për sonte emisionin Konak nga unë Toni Froku, natën e mirë.